hoxh pyetja tjetër. Selam aleikum, desha një këshill nga hoxha se si ti motivoj fëmijët për namaz apo cila është mënyra më e saktë dhe më e mirë, sepse çdo herë që përpiqem më të mirë nuk po funksionon. Kur janë në pushim dhe u them, çoni merrni abdes dhe faluni, më thonë se po i detyroj, ndërsa as vet nuk po e kuptoj ende plotësisht. E di se Allahu është udhëzuesi, por si nën, duke ditur vlerat dhe rëndësinë e namazit, mundohem të këshilloj, edhe pse as vet nuk e di, nuk kam ditur këto gjëra më herët, Allahu më fal. Te edukimi i fëmijëve ka disa shkallë ose disa metoda. Për tyre normal bazë është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a. Urdhëroni me fëmijët e juve më fal kur t'i kenë 7 vjet. Se ti bën fëmija 7 vjet, secili namaz duhet me i dhon urdhër. Urdhri është gjithmonë gojor. Çu falu. Edhe sinqerisht, më thon pa susim të bajgara, por çu falu. 3 vjet, çu falu secili namaz. Dhe për sabah dhe për këtë gjitha namazet me i urdhru. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a. Për 7 vjetëve deri në 10 vjet duhet me i urdhnuar në gjithë secili namaz. Tanë ai nështë e falet, nështë e s'falet, ka njerë bjen një reqate e falë quat, në ka ndodhi me fëmijët e tonë, këtë në regull, kryesore ati e kimi thonë quë më falë, me i thonë urdhër. As nuk e rej, as kur gjatë. Gjatë se periudhe 3 vjeqare, është mirë me përdor, ka njerë me a thonë disa të mira kur i krynë, ka njerë me a ndalu disa të mira kur nuk i krynë. Për shembull, kur quhet me fal, i thua falu, i jep dhurata, a ja plotson një dëshira ndeshka. Kur priton më fal, se ti kemi dhënë veç urdhër, se shtin me zor, atëre ai që më fal, ti ja ndërpren disa të mira. Domethënë lun me të mirat, me i dhon kur kryen ibadete, me anol disa të mira kur nuk kryen ibadete, ato më pas me seriozitet se fëmia shumë shpejt e kupton se a ki për në as e ki për në me. Deri sa ti bën 10 vjet. Kur ti bën 10 vjet, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wadribuhum wa hum abna'u al-'ashr", edhe rrihni nëse s'falen kur ti bëjnë 10 vjet. Kjo është edukim i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A bjen kundërshtim me edukimet njerëzore? Po, bjen kundërshtim se ata thonë jo. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë po. Ai ka fajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sipas neve si ka fajt, i kanë këta që s'din me eduku. Wadribuhum wa hum abna'u al-'ashr, kur ti bëjnë 10 vjet, nuk ka s'po falaj, s'ka. Pa tjetër ka më fal. Bash nuk ka zgjidhje mos më fal. S'ka, hiç ekziston. Tu kon ti prezant aty, ja. Ai mundet mos më fal në namaz ti kur se kon aty me bën e farmashtrimin, po prindi me ditë, fëmia e ka bë 10 vjet. Vjen namazi, kalon as falet, ja, s'është kështu s'bën me lan. Çka më bën? Çka dush bën, ai do të më fal. Wadribuhum wa hum al-'ashr, dhe rrihni nëse s'falen kur ti ke 10 vjet. Çish me rrej, me shumë myt, ja. Me i ra, me qërtim. Aja që ka në hadith, me shtagën e misvakut, mos me jam mshu ftyrës, mos me mshu e krejes, mos me mshu në organet që janë ndishme, mos me mshu aty ku dëmtohet, por me e djeg që me një idhësien e veprës që është të e bon. Deri sa hin moshën madhore. Kur hin moshën madhore, pastaj vinë dispozitat e tjera, nëse s'falet ma, duhet me është e merr dispozitën e qafirit edhe ma nuk duhet me i dhonë me hangër, as nuk gjo, thonë ti skije këto, për asaj që na ka dhonë neve Allahu, skije. Shkofsh të qaj kufri jëtë ku do me gjithë, merë pitina, ha, e pi sa dush, ama pite na jo. Në më thonë këtën, duhet me pas vendosmëri të nivellit nartë, se tjeri ti më 10 vjetë është hapsina, 3 vjetë edukim. Mas 3 vjetë edukimi, ma rrugë s'ka, veç më që më falë edhe tjetër s'ka. Nuk ekziston mundësi tjetër, vallahu a'lem.